Sistemi energjetik i Kosovës me vite të tëra është përballur me sfida për shkak të konsumit të madh e kapaciteteve të pamjaftueshme për prodhim. E në kohën kur konsumi vlerësohet se është rritur edhe nevoja për transformim energjetik. Me përmirësimin e eficiencës energjetike do t'ulej edhe shpenzimi edhe kostoja e energjisë. Në këtë drejtim janë realizuar edhe një sër programesh e konkurse të cilat kanë synim të ndërgjegjësojnë publikun për energjinë e pastër. Së fundmi Fondi i Kosovës për Eficiencë ka organizuar edhe konkursi nacional i ide të ndritshme për një të ardhme të gjelbër. Përmes tij u synua edhe edukimi i fëmijëve rreth rëndësisë së kursimit të energjisë elektrike. Puna që po mundohemi na të rritunit me bo sot, ja vlen edhe juve që ja vlen, po që po i lojmë do breza të ardhshëm mbrapa, të cilët kanë me qenë edhe më të mirë se na, edhe më të kujdesshëm për ambientin, edhe më të kujdesshëm për kursimin e energjisë, edhe kanë me bo Kosovën rrjedhimisht edhe më të mirë, edhe më të fortë se sa që është tash. Kjo garë organizua sepse eficienca e energjisë dhe energjia e ripërtritshme nuk janë vetëm terma teknik, janë pjesë e mënyrës se si duhet të jetojmë, të planifikojmë dhe të ndërtojmë të ardhmen. Ndryshimi fillon pikërisht prej moshës suaj, prej ideve, imagjinatës dhe kuriozitetit të madh. Gjatë këtij muaji, qindra nxënës nga Kosova, nga të gjitha komunat pothuajse, na kanë dërguar esej, piktura, instalacione kreative që flasin për kursim të energjisë, për mjedisin, për teknologjinë dhe për të ardhmen që ata duan të ndërtojnë. Fëmijët që u shpallën fitues të garës morën çmimet e tyre. Përveç që luan rol kyç në sigurinë energjetike, energjia pastër ka ndikim pozitiv edhe në mjedis.